shqirë grande me 150 euro? Ta dëgjosh edhe për vllajën që po thoshte. Të gjitha. Përderisa unë ty nuk të përmend asnjë lloj vendi, as në live-in tim nuk të kam përmendur. Jo, kish përmend hiç kë. Ti ke shkuar ke tërë natën ke hap llapën nëpër live. I kam unë gjithë ato regjistruara, mos mendo se si kam. Mos mendo se jam kare, unë se të ndjek nga 500 adresa. Mos mendo se unë jam kare, nuk jam Edhe kjo që na ndjek 100 adresa quhet për ndjekje në rrjetet sociale. Po janë zërat e TikTokut, unë kështu bëjnë TikTok, jo, nuk kam me mua kështu në TikTok. Nuk kam me mua të përdor emrin tim për audiencën tate për lekët tuaja. Nuk e përdor me ato bëshqiren tjetër andej. Kupton se ju jeni të njëjtat. Jeni të njëjtat, si sa mbrëma jo, të thash në privat se kush është Klea. Kupton se si një gjoj unë këto gjëra. Po, Klea, këto lodra... Për prit pak, kuesh. Po kërcënon që të vinë shtëpi, ti më të denoncosh me këtë voice-in. Ai ka kërcënu, do të vi, do të shy, do të voj, ai ka bo kërcënim. Ti e mërë me mua të natën, jon. Ti ke thënë lafe për mua, jon. Ti ke shkruar njerëz, jon. Si të kërko kanë thë, ç'është kjo falja, kështu kërkoj nga qielli falja? Edhe për sa i përket lodra, unë si kam lodra. Se ta kesh qartë, unë nuk i kam lodra. Momenti që ti më cënon, unë nuk i kam lodra, i bëj fakte. Kur i 25 vjeç, mbyllë gojën dhe ul kokën aty dhe fito bukë për të ëngër, dakord? Mos i tu marr me fistet e tjerëve, me llafet e tjerëve, me personalitetet e tjerëve, duke thënë kjo është prostitute, kjo është kështu e kjo është ashtu, se kërkush nuk ka shajt. Prostituti edhe ti zemër. Dhe ti je prostitut, dhe ti je 100 lekë. Çfarë do të them unë, do dalë live se unë është shqirë grande me 150 euro? E po nuk dalun. Do dalun live të them grande është lypsa. Ja po. Se vërtet nuk e shoh Klea, nuk je hir me 50 euro me ata afrikanin. Nuk ma the privat. Se unë atë shumë kam, po jo ti duke e përdorur emrin ti me buçën. Dakor se të treja prostitut jemi, dhe ajo dhe ti dhe unë. Jo, vallaj, u të me lek, vallaj. Vetëm me barbonin unë që dhe, zot. Jo, dhe pak pauz. Se humbu komplet, mos bëj të emri me mua. Unë nuk mi qia ropë, mu se pasaj të viti qia në ropë të atje. Ti nuk mi qia ropë, nuk ti qia ropë të atyre që jam su. Kupton jo mua, se unë të shkry për Filipilli. Ropë qia atyre ku jam su. Dekord? E sa për audiencë ma hakari fare, ma shtu se mutet. Se ke vaj ti dhe i ke shkryt Klea, dhe nuk ka shkryt Klea ty. Talavera gjie muti, talavera të bëj me suadët jo me mua. Dhe i ka shkryt me se ti e ke tërgu vete që jam ma plerë se plera. Kuco dhe njerë ti emrin tim ti ta përmëndësh në live dhe këshuja ti se qa bëj unë pastaj. Përmënde grande qia ropë, përmënde. Ti me aty telefon. I që së në shqipë, përmënde grande qia ropë tani. Po jej atë zërin që po më thoshte për vlajnë. Të një gjova bolë, se një gjova parë se me që live-in ti, shiko këtu ti e dashura ime. E para e punës njerë, unë e kam ditë që ti të shkoj e spitali. Dita e punës, unë nuk të kam marrë se ti nuk e ti halët e mija. Plasi kari mua, tani për halët e mija. Me hyrë lartë për disë ka halë. Dishka, thot, ti kupton? Ti e ke ti do të më lekë, unë do i njërisë. Në shoqëri, ti zdo mjesë të tu, do më duhe shmu, ti zdo kushuririn tënë. Se një gjova parë se me që live. Nuk duha kushuririn tim unë. Po qali di ka kushuririn? Ik moj këllire, ik, vermendi. Them s'ka shoqënitu mrem, bol, ta kam tonë. Shaje pak e grande se të thak gudzo përmënde dhe njëherë emrin tim, përmëndi ajo emrin e shaje për i natë. Klepi dropse Kleandro, Kiko. Ka thënë e kam Kleandra të letrat e Francës. Berëm një live para 2 ditësh edhe u zum pra për këtë gjendi se nuk dinte qa esh, ka berë operacion për gjoksin, hormonet dhe thot... Unë më ndës e ka e ba për punë për zotin. Thot që nuk diem femër. I thashë në gjoksin që ke be. Qa i lache ishin ato i herë? Unë zirë i lache për Viagra. Qa i lache ishin ato? Femër, po bëhet borë, po bëhet femër qa i lache ishin ato? Nese. Mirë e mirë. Atë ditë kur Shado i qujti Albasitës, kur Klea Leonard Kika e përmëndi, ose Kleandra e përmëndi, ose
Queen Clea e përmendi Shadon. Wow, po gjuan Shado, unë e njoh personalisht. Shado komendovi duke bërë komente te live-i i asajit. Jo, Albasita ishte duke lozur me Clean. Nuk kuptova Leon Pushore, oti jo Shuada ta kuptoj. Gjujti te Albasita Sado, vazhdo. Po lozte me Clean, edhe Clea tha, wow, unë Shadon e njoh personalisht. Geniana. Që i bie e njoh në jetë reale. Edhe Shadon ishte futur, i kishte bërë kësaj një koment, ose këtij një koment, dhe i kishte thënë që nuk më njeh as pak. Edhe ishte mërzitur dhe i kishte shkruar që mos t'i futej më te live-i. Edhe unë kam folur me Clean atë ditë edhe ajo e ka sharë Amarildon tek unë. Unë i kam ato mesazhe, e ka sharë Amarildon, është bëthqir, ky i bën tëra intrigat e live-i atit, ky ropshiri më ka larguar dhe më ka thënë që unë do mbaj distancë. Guxo mos i prano, o ropshir, unë nuk i kam fshirë nga inati mesazhet me ty ropshir, edhe pse ta kam futur blok, mesazhet me ty i kam, por unë e di që ato bëthqirat si ti, do thonë që e bëra për të provokuar Leonin, por nuk më provokoje dot atë ditë që ti ishe zënë me Shadon, o ropshir, ti e ke sharë Amarildon, tani hynë e mbron. Mua sa më futi si ai bëthiri në dritare, u futa një ditë në dritare me Sadon, mbrojti mua për pak për 1 minutë ai, edhe doli na live dhe beri blok Clea me vrap. Sot smur. Shado është bëthqir, po nuk erdhi të gjuaj këtu. 2 universa, unë do t'i nxjerr të rfisin Amarildos, këtu me foto, me emra dhe mbiemra. Edhe ata niprit me foto që i ka hedhur plumja. Unë kur folëm prit pak Leon, kur folëm dije par dije se i nxori Sado në live, kur fola unë dije me Sado par dije par dije, nuk më vend të më vërtet, në do të shkoj prit. I thashun, ti qa moti do të ambrosh ti Almaril, atë, bëthqin, bravo. Qa moti do ti të ambrosh ti, lere të gjenë muabetin, a i me Shuadon. Ti qa moti do ke fut kokën në mes ti? Qa të duhet ty? Më kam bështet mua se me gjëra të vështira që kam kaluar më ndihmon me TikTok. Ore qa moti thashun do ti me te? Pse mbron? A do të gjë? I thashun, e njofun kokën e Shuadës, është të shmendur. Lere ta gjej ai, ta denoncoj Almarido Shuadën e lere të ikin në... Për ka të shmoha, Kujtja the, Shados? Shados i thash, lere ta gjej muabetin vetë, ti pse e fut kokën, thash, pse mbron? Po më kam bështet. Edhe unë i kam thënë shumë herë, Amarildos pse i djeg bytha, i e mbron vetë veten. Por ky e mbron të gjithmonë dashnorin e vet, dhe nuk lë njeri që ta shaj Amarildon. A Shqipëria ja, se lexova tani kur thehet, ka punë ja. E tha, se sa tha 2-3 ditë. Po, ajo duhet tani, ajo duhet. Kusë Shqipëri mua? Ajo të shirota ja. E di vet ajo. Ajo ka shumë punë ja. Edhe filloi punën kështu egër fare, edhe ta shohja i pozitivitetin, positive vibes, ta shohja i ropqir. Ai nuk flet as anglisht, që ma bën atë bion aty nga Dubai, në Itali, Zvicër, e bën atë bion të tërë në anglisht. Ai s'di një fjalë në anglisht. Ai nuk di një fjalë në gjermanisht. Gjuaj që flet. A gjermanisht, ai flet Amarildo gjermanisht. Ç'e bën me kohë? Bën kot sikur kupton. Edhe i thot që fol shqip sepse njerëzit janë shqiptar. Po e di. Ore, kur i thosha unë, je narkisist, e smur, do njerëzit, i do të treki syt na njerëz, i do si për syt, do t'jet i pari, të duket, a i kupton, kur i thashun, po pandaj junte edhe të neve të duket, më i miri, ka ndihmuar botën, Jezusi, na ka dhen lek, na ka mbajtur me bukë.
Për fëmijë, fëmijët e mishin të vdek për buka atë, mos pyet. Mua po më thoshte, i thash në telefon, po më thoshte mua në telefon e dia i Kastili i thoshte këto, po hajde, kundra Suadës të kam luajtur, jo Sado, nuk më ke luajtur kundra Suadës. Ja i gabim këtu. Normal. Po për çfarë ka Jo, luajtur? edhe mos gjunte për fëmijët, për ditë më merrte telefon, për ditë ma bonte. O Suada, po qa kaj që çmenet tha, sa herë gjujke ty tha. E gjithmonë. Ishe gjelos në ideje, o gjelos në ideje. Që ti thojo në shkreta? Isha dashuruar ma të të bëj. Tërbot, tha, sa herë gjujke ty. Më shkon shka, kësho që jote, shka. Tërbot, që ti thojo në shkreta? Unë lek doja. Qakaj e bonde për ditë. Qakave bëzshimi e bonde, dhe të shante. Dhe të shante bëzshimi, edhe për Klean. Më e Kle, mami me gjitha jo politikane. Të mbushte me lek ty 3 javë, pastaj vinte te mua 3 javë te mua një. Të tu zishim dhe ne tu zishim, të boshim mut. A i vdes për drama, vdes për audiencë. Po i është narkisist, fix do vdesi. Ashtë i smur, me ndarë është, me probleme. Po bënde si kur kishte fëmijë që parë. Po, kështu tha Qa kam thënë në TikTok, tha dhe qëfar i kam treguar Leonit, janë të gjitha gënjeshtra. A i e ka pik në zëmër të ketë një fëmijë. Dijo pak, e mani mend momentin që tha gruaja ti të humbi një fëmijë? Humbi, po. Dijoni pak. Mua nuk ma ke... Dijoni pak, unë flisja ditë, si flisja ditë për ditë ma te? Flisja ditë për ditë unë në Telegram, në telefon. Si je, qa ke berson, qa do besh, flisim thjesht, nuk e di, flisim si qift, flisim si shok, nuk e di këta. E para, e dyta. Më thoshte gjithmonë, unë po luftoj me gruan ditë për ditë, kemi bërë analizat, kemi bërë dhoj gjersh, të bërë një fëmijë. Të bëjmë një fëmijë. Të bajni këtë, të bëjmë një fëmijë. Hapi sytë të vraf zotit se po flasim tani. Po në gjë pra. Të bëjmë një fëmijë. Një ditë, Bera folu atë moderatorën atë Gjuksen, moderatorën atë Bythirit, ajo Grekja, ajo motorhimja, ajo Grekua, ajo mos guxo. Ajo të shiropt edhe ty, në Greqi jeton do të shiropt edhe ty. Edhe tani, e dyta, mua nuk më kishte droguar asnjëherë që shtazane gruaja tit. Kur vajti në momenti që mua po më thoshte po lufton ditë për ditë ta bëjnë fëmijë, deri sot me ke humbi fëmijë. Moj, je interesi, edhe qa tha mua, iku na mua, uzu me mua se beson, se ma tha mua atë, isha unë e para ke ma tha atë sekreti. Edhe qa beri bëthimi, beri 2-3 Aty e ke marrë Dubai, aty e ke, është smura jo, se qa smundja ka jo mos guxo. Dijoni, beri 2-3 Andresa Fej. Dubai, që se kene e more vesh lajmin ti tha, që ka hunë fëmin, unë rëgjova në për live, këta adresën. Thë, kush është kjo adresa që pas ka marrë vesh lajmet? Pa e thonë a i për shemull me gojën e veta, ku di unë, pa e thonë ne për shemull. Hynë të me adresa të ullon këtë lajme. A e din ti që gruja Shado ka hunë fëmin, Sa narcisist. Ja, po që smur. Narcisist o karë, narcisist, se në rrujt e karë. Me probleme, është me probleme, nuk e di. Narcisist. Shumë problematik është.